لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا Sopreneve shfrytëzojmë me lexu Kur'an. Sopreneve ka pun librin në Allah kur kemi kohë lirë. Në fasë me lexu. Me kuptu çka ka thënë Allah subhanahu wa taala. Ja se ka pun vazhdim. Nuk e ka pun Kur'anin na, kur kemi kohë lirë hina në TikTok atë. Facebook. Po. Ime dhe hupëm kohën pa lidhje Allah. Mendon që është 1 minutë kur të atë e shenë 3-4 orë të ka një tyje edhe kur gjasë të përfitu. Cili është hajduki ma i madhë në këtë zaman, në këtë kohë që na jemë të jetu? A është që këtë telefoni që na jemë të përdorë? A është që këtë telefoni që neve po na i merë kohën tonë më të vlerëshme që na i kalojmë? Vetëm të këshyrë sene, Allah në arrujë. Edhe haram del në qatë internet që e të këshyrë të. So prej neve përdorin internetin për me ndëgju fjallën e Allah s.w.t. Digujt kur t'i del në i ders, në i fjallën e Allah të largan shpejt. Ama kur t'i del muzika e ngan, ose kur t'i del në i gjest pa lidhje e qyrë, telefon, se nem pa e qu telefon. Ama fjallën e Allah Prandaj vllazni koha ka shumë vlerë. Na duhet kemi kujdes që mos ta hupum kohën tonë me këtë internet. Mos ta hupum kohën tonë pa lidhje, duke hidhur Allahun subhanahu wa taala. Të mundohemi që çfarë kohë që na ka dhënë Allahu ta shfrytëzojmë, që të punojmë diçka edhe për dunjë, pse jo? Ka dikush që i është dhënë koha pa i rrinë badjava, nuk shfrytëzon kur gjohë prej të njofë. As familja e ti si ashen hajrë. Qaj prej me ka të shtu komplet kështu. As familja si ashen hajrë, as si ashen hajrë islami, as vetës ti nuk do të japë hajrë. Koha e lirë që Allah s.w.t. të ka dhënë, so prej neve shfrytëzojmë me lexu Kur'an. So prej neve ka pun librin në Allah kur kemi kohë lirë, në fasë me lexu. Me kuptu çka ka thënë Allah s.w.t. Ja se ka pun vazhdim. Nuk e ka pun Kur'anin na, kur kemi kohë lirë hina në TikTok atë. Facebook. Po. Ime dhe hupëm kohën pa lidhje Allah. Mendon që është 1 minutë kur të atë e shenë 3-4 orë të ka një tyje edhe kur gjasë të përfitu. Cili është hajduki ma i madhë në këtë zaman, në këtë kohë që na jemë të jetu? A është që këtë telefoni që na jemë të përdorë? A është që këtë telefoni që neve po na i merë kohën tonë më të vlerëshme që na i kalojmë? Vetëm të këshyrë sene, Allah në arrujë. Edhe haram del në qatë internet që e të këshyrë të. So prej neve përdorin internetin për me ndëgju fjallën e Allah s.w.t. Digujt kur t'i del në i ders, në i fjallën e Allah të largan shpejt. Ama kur t'i del muzika e ngan, ose kur t'i del në i gjest pa lidhje e qyrë, telefon, se nem pa e qu telefon. Ama fjallën e Allah Prandaj vllazni koha ka shumë vlerë. Na duhet kemi kujdes që mos ta hupum kohën tonë me këtë internet. Mos ta hupum kohën tonë pa lidhje, duke hidhur Allahun subhanahu wa taala. Të mundohemi që çfarë kohë që na ka dhënë Allahu ta shfrytëzojmë, që të punojmë diçka edhe për dunjë, pse jo? Ka dikush që i është dhënë koha pa i rrinë badjava, nuk shfrytëzon kur gjohë prej të njofë. As familja e ti si ashen hajrë. Qaj prej me ka të shtu komplet kështu. As familja si ashen hajrë, as si ashen hajrë islami, as vetës ti. La ilaha illallah La ilaha illallah
الله